Me 24 vjetë burgim është dënuar Valon Aliu për vrasjen e 21 vjeçares Erona Coklit brenda qendrës për punë sociale në Ferizaj. Në njoftimin e prokurorisë të datës 4 shtator 2024 thuhet se me 12/4/2024 i pandehuri sipas marrëveshjes me QPS-n e ka marrë djalin e tij, e ka dërguar të shkurtonte flokët, por pas 40 minutave në objektin e QP-s nuk është kthyer më fëmijën e tij, por i vetëm dhe e ka vrarë 21 vjeçaren. Familjarët dhe mbrojtja e tyre e kundërshtuan vendimin dhe ne fillimisht do të ndjekim pamjet nga momenti, më pas do të kemi avokatin drejt për drejt dhe pas avokatit do të jetë nëna e të ndjerës. Të akuzuarit i cakton për veprën penale vrasje nga ligjin 173, paragrafin 1 në paragrafin 2.1 dënim me burgim në kozgjatje prej 22 viteve. Për veprën penale mbajtje në përësi, kontrol, se posedim të autorizuar dorën nga ligjin 366 paragrafin 1 Kodit Penal të Republikës Kosovës dënim me burgim në kozgjatje prej 1 vit. Ndërsa për veprën penale kanusja nga ligjin 181 paragrafin 4 lidhur me paragrafin 2 Kodit Penal të Republikës me burgim në kozgjatje prej 2 viteve. Konform me ligj 76, paragrafi 2, në paragrafin 2.2 Kodit Penal të Republikës Kosovës të akuzuarit Valon Aliu për 3 vepra penale i shqiptar, dënim unik, me burgim në kozgjatje prej 24 vite, në të cilin dënim do t'i llogaritet dhe koha kaluar në para burgim nga data 12 prill 2024. Konform me ligj 366, paragrafi 3 Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Pam kështu edhe momentin e shpalljes së gjykimit, natyrisht siç e thamë edhe më herët, kundërshtim ka pasur nga mbrojtja e viktimës tashmë të ndjerës Erona Coklit, por edhe nga familjarët. Për gjitha këto do të flasim përmes një linje direkte, por na pret avokati Jeton Berisha. Zotri Berisha, faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Ne thamë se ka pas kundërshtime për vendimin për 24 vjet burgim për dorasin, por duam natyrisht një mendim tuaj për gjitha ato që ka ndodhur deri tash dhe këtë vendim të fundit. Siç e tham edhe në prononcime për media, na e përshëndetëm vendimin e gjykatës që megjithatë ka ofruar drejtësi për familjen e të ndjerit. Shoqëria ka marrë një mesazh që keqbërësit duhet të ndëshkohen. Mirë po, do të thonë, për sa i përket lartësisë së sancionit penal, me që nuk e kemë marrë gjykimin në formë të shkruar dhe të arsyetuar, do të thonë, pas marrjes së tij, do të analizojmë së bashku me familjen, do të vlerësojmë se si janë vlerësuar rrethonat rënduese, në veçanti nëse kanë marrë përballë ndonjë rrethon lehtësuese që ndasin kongres ka pas, mandej do të shqyrtojmë mundësinë që t'i drejtohemi gjykatës së instancës më të lartë për të kërkuar që sanksionin penal të rivlerësohet. Po, ju tha që vetëm rrethonat lehtësuese ndoshta do ta ndihmonin që themi kështu gjykimi të jetë me vite më pak. Por në anën tjetër po thoni se nuk ka pasur. Çka mund të konsiderohet në këtë rast si rrethon lehtësuese, sepse me sa kujtojmë ka pas edhe prova? Shishëm, në fazën fillestare, i pandehuri i ka pranuar veprimet që i ka ndërmarrë në drejtim të kryerjes së veprës penale. Mirë po, në fazat e mëparshme të procedurës, do të thonë edhe pranimin eventual të veprimeve të tij e ka justifikuar me provokimin gjoja që i kishte bërë e dëmtuara e ndjera tani më Erona gjatë realizimit të kontaktit në qendër për punë sociale. Madje ka tentuar që veprimin e tij ta ndërlidhë me një afekt të çastit, do të thonë, por për cilat do të thonë veprimi është konstatuar nga grupi ekspertëve të forenzikës psikiatrike që i njëjti ka qenë plotësisht i aftë për t'i kuptuar edhe veprimet edhe pasojat e tij. Pra s'ka qenë ndonjë afekt, ashtu siç është thënë? Jo, absolutisht nuk ka qenë afekt, për shkak se do të thotë siç edhe do ta shihni pas nxjerrjes së gjykimit, do të thotë që nga çasti i parë kur ka shkuar me realizu kontaktin me fëmijën që ka qenë kontakt i vullnetshëm, pra nuk ka qenë indikuar nga trysni i vullnetshëm,
ka poseduar armën në brez. Pra, gjatë këtë ditës, ka poseduar armën që nuk kupton që edhe qëllimin që nga fillimi e ka pas për të kryer në vepra penale. Avokat, se ne pas pak do ta kemi edhe nënën e të ndjerës, por me të nuk duam të hyjmë këtyre detajeve që ta rëndojmë më shumë gjendje se kuptojmë, po besoj për ata që nuk janë shumë të njohur me rastin, edhe pse ka qenë shumë mediatik, ndoshta pak detaje në atë se si ka ndodhur kronologjikisht kjo ngjarje, fatkeqësisht. Ngjarja ka ndodhur e ndjera dhe tani i pandehuri kanë qenë bashkëshort jashtëmartësor. Nga kjo lidhje jashtëmartësore kanë pasur një fëmijë. Pas ndërprerjes së jetës bashkëshortore, me ndërmjetësimin e qendrave për punë sociale në Ferizaj, kanë filluar realizimin e kontakteve të rregullta e të mbikëqyrura nga QPS. Dhe në ditën kritike, e ndjera si çdo herë, ka dërguar djalin për ta realizuar kontaktin që kishte të mbikëqyrë dhe brenda QPS-s. Mirë, po me kërkesën e të pandehurit, dhe me lejen e qendrës për punë sociale i është lejuar që kontaktin ta zhvilloj jashtë QPS-s dhe në momentin që i pandehuri e merr djalin e largon nga QPS ose qendra për punë sociale, kthehet pas disa minutave, por tani pa djalin. Dhe në momentin kur kthehet e ndjera e rrugën, kupton për mungesën e djalit, filloi të reagoj duke kërkuar nga i njëjti që ta sjell, dhe aty pas një konfrontimi verbal, i pandehuri e nxjerr armën dhe shtie edhe ndaj të ndjerës, edhe ndaj vllaut të saj, tani i dëmtuari Dritan Cokli. Duke qenë se rastet e tilla, avokate, dini edhe ju, nuk janë të rralla në Kosovë, ajo që ka dua të pyes është që para se të ndodh akti i tmerrshëm, a ka pas kërcënime nga ana e tij, a ka qenë një rast i njohur në institucione, a është bërë e duhur puna ajo që është dashur të bëhet nga institucionet, nga policia, nga organet e tjera të rendit? Sa i përket këtira si kontakte me fëmijë pas ndërprerjes jetës bashkëshortore nuk kam njohuri nëse ka pas raportuar në rast. Mirë, po ajo çka duhet them është që pas ndodhjes së rastit, institucionet e kanë kryer punën në mënyrën më të mirë të duhur, për çka dhe u jemi falendëruar edhe gjatë ditës së sotme, edhe trajtimi i rastit dhe bërë me profesionalizëm, mirë, po ajo çka ndoshta është mesazh për institucionet, është fakti se e njëjta është vrarë në një ambient që do duhet t'i ofron të siguri. Në një ambient, po. Po, kur flasim për këtë ambient, a mund të rikujtojmë edhe një herë se çfarë provash ka? Ka pasur kamerat sigurisë që e kanë kapur rastin, ka pas dëshmitar të tjerë që ndoshta kanë ndihmuar në këtë proces? Secila nga provat që ka qenë në shkresat e lëndës janë fakte jo kontestuese për të pandehurit. Pra, i pandehuri nuk e ka mohuar gjutjen, nuk e ka mohuar vrasjen, nuk e ka mohuar posedimin e revoljes. Nuk ka mohuar asnjë veprim, pra janë fakte që në drejtësi si fakte të pohuara. Megjithatë, dëshmitar ka qenë roja e sigurimit që ka qenë në qendrën për punë sociale. Ka qenë zyrtarja e QPS-s, qendrës për punë sociale, që edhe ajo është në cilësinë e të dëmtuar në këtë proces. Edhe kryesisht e kanë përshkruar në momentin se si kishte ndodhur e vrasja, por nuk ka pasur fakte kontestuese për palë. Pra nuk ka pasur asnjë kontest edhe nga ana e pandehurit për veprimet që i ka kryer. Po. Avokat, edhe pse thamë se do të kemi edhe familjar, pra vetëm pas pak do ta kemi edhe nënën e së ndjerës për një prononcim pas këtij vendimi, por duam të dimë pse juve si avokat, çfarë ju tha familja pasi u vendos kjo 24 vjet burgim? Çfarë kërkuan nga ju? Familja kanë shpreh pakënaqësinë vetëm sa i përket lartësisë së dënimit, për shkak se bazuar në rrethana se si është kryer vepra penale,
edhe të e pas për bazë shkallën e reagimit, ashpërsisë së reagimit, do të thonë mënyrës së reagimit nga i pandeuri, i cili i paprovokuar e ka bërë një vrasje. Në fakt i ka bërë 2 vrasje, por njëra ka mbetur në tentativë, do të thonë dënimet që kanë pritur familja ka qenë pritjet shumë më të larta se sa që sot kanë kuptuar e shqituar. Dhe kur jemi tek familja, zonja Melihate, nëna e të ndjerës, po na pret, avokat edhe ju do të na presni pak që të nisim bisedën me të. Zonja Melihate, mirë se ardhët në Kosova Live. Mirë se u gjeta, faleminderit. Faleminderit juve, natyrisht që shprehim keqardhje për gjitha këto përjetime. Ishim me avokatin dhe po tregonte pikërisht në funda këto pak në situaja për dënimin për verdiktin që është dhënë sot, po ju dëgjojmë. Përshëndetje njerë. Unë jam Liate Coklin, nana e Rona Coklit. Ne si familje nuk jemi të kënaqur me këtë vendim, gjykata që sa po prej dënimin. Po, qëfar prisnit, zonja Melihate? Qëfar prisnit, natyrisht duke pas parasysh edhe rastin, sa i ndjeshëm ka qenë dhe kjo përjetime që keni pas ju si familje, pastaj edhe plagosja, djali që ka qenë aty prezent, qëka realisht prisnit që gjykata të merë parasysh? Si pas të drejta që kemi pritur, gjykata të pandeurin të shëptoj me dënimin me të lartë. Por në fakt, se në rrethonat, se si është vra vajza ime, Erona Cokli, dhe si është plagosur djali im Drilan Cokli, ky i pandeuri ka merituar dënim të përjetshëm. Zonja Melihate, ju sot patët një deklarat që po e shoh që është gjithandej dhe natyrisht që i ka prekur të gjithë, thatë që djali po e kërkon vazhdimisht nënën e tij. Po, me qenë se djali kur ka qenë 2 muaj dhe vajza është kthyer me djalin shpe këto, edhe djali është rrit me ngrohtësinë tonë, në fakt. Edhe tash djali çdo ditë po rritët, tash 3 vjet i ka, po çdo ditë më pyet për nënën e vet. Ku është nëna? Si është nëna? Çish ka shku? Edhe çdo sen, çdo ditë na krijohet një vet dhimbje. Më thonë, jo që largohet dhimbta, po çdo ditë krijohet ajo dhimbje. Çdo ditë e përjetojmë na atë humbje në vajzës tonë. Absolutisht që po, edhe nuk dyshojmë që këtë dashuri e ngrohtësi do ta gjej tek ju, por është e vështirë natyrisht, po si kanë qenë këto vite, si keni arritur si familje ti përballoni? Si përballojmë, më thonë me vështirësi, po e kemi pas edhe ndihmën e psikologës, po edhe fakti që edhe djali ka qenë, ajo ka në mbështetja për mua, si nanë e Ronës Coklit, ka qenë djali i saj në mbështetja më e madhe për mua. Në fakt se me qenë se kur ka ndodhur vrasja dhe djalin ma kanë marrë mua atje, po prape këm rikthy djalin të vetja, se atë fëmijë kom rritë edhe vetë, edhe ngrohtësinë që ja japone, se besoj që ja jep dikosh, sa dush që t'ja japon prapa i kome posat mbungesa në mbëshlleken e nënës vetë, po prap on mundon atja jap, atë dashni, atë mbrojtje, atë mirësi që me thonë, edhe kështu që djali po rritet, po dhimbta nuk shohet kur. Nuk shohet, kur nuk shohet aja dhimbë. Me qenë se plagosi edhe djalin, që ka qenë edhe kë shumë rani plagas, edhe kështu që me një vend ku është një qendra për punë sociale, ku dihet që është publike edhe është e sigurt, edhe të ndodh kjo është mërësisht shumë të merë, ku na e dimi që aty ka shumë njerëz që shkojnë për vizita prindrimit, edhe kja me ndodh, unë nuk di shka të pa. Po, zonja Melihate, pikrisht donim dilnim edhe këtu të fakti që edhe djali ka qeni plagosur, ka qeni përfshirë në këtë rast, dhe sa e vështirë është për të sot që të marrë pjesë edhe në këto seansa, ndoshta të përballët edhe me personin dhe nga gjitha ajo që ka përjetuar, si është gjendja e tij emocionale sot?
Gjendje emocionale e Drilan Coklit është shumë e rëndë, edhe më nxje për ballanat seancë, edhe pse është dëshira e madhe të merr në seancë pjesë. Edhe se në ndalon kërkosh, edhe që më thonë, edhe me tash me ndalohet ke. Se kë që më thonë 15 vjetë edhe e përballoj që ata. Që atë që më thonë mbrosjen e motrës, parasyve tina, plus plagosjen e tina, edhe kështu që është e rëndë shumë gjendja emocionale e Drilan Coklit. Çfarë ju tha sot pas vendimit për 24 vjet burgim? Cili ka qenë reagimi i tij, duke pas parasysh që ka qenë themi dëshmitari kryesor në këtë ngjarje? Driloni gjithmonë në atë moment ka qenë i ishtur, po ne besoj që Driloni s'ka qenë i miratimit që do të jetë çaçi hol dënimi, se të mor parasysh që ai shkonën jo që vojzën tem të ma jek për jetës, po nuk i kanë met më plumas edhe Drilonin kishtë dashur ma jek për jetës, që merr jetën edhe këti. Zonjë, ju e thatë edhe më herët që ju si familja natyrisht do të ishte sa do pak një lloj lehtësimi për ju për gjithë këtë dhimbje dënimi me burgim të përjetshëm, cila do të ishte një thirrje për drejtësi përmes kësaj paraqitje live sot? Unë vetëm një gjë do ta them. Dhimbtën për vajzën time nuk ma shuan kurrë dhe asnjëherë. Dorasi ja shiti shpirtin djallit dhe latë për ballet vetë me drejtësi. E kështu që aja dhimbë shuat kurrë, edhe unë dhe në frymën e fundit do të luftoj për drejtat e fëmijës tem, vajzës time Erona Cokli, kështu që do dalin krejt në pa çdo sen që është bë ndaj saj. Ka edhe gjëra tjera, zonja Milihati, që ndoshta nuk janë folur edhe në seanca, që ndoshta ka pas edhe përjetime para se të ndodhë rasti. Nuk është kjo gjëja e vetme të themi që i ka shkaktuar? Ka alo, janë folë disa, po ka alo që shëptohen, alo kanë modalan, edhe kështu që pres një dënim më të lartë, se nuk është një njeri që do del edhe do të shijan jetën ai. Ai prap njëtën gjanë, po me ba me tjetër kanë. Do të merë që me tha dhe në qafë dhe tjetër kanë. Zonjë, faleminderit që u paraqitet edhe për këtë thirrje që bët. Faleminderit shumë, zonja Milihati. Faleminderit shumë. Avokatin e kemi ende dhe do doja për saksia të pjesa e dënimit, pra sa kuptuam janë 22 vite dënim për vrasjen dhe 2 vite tjera për mbajtje pa leje. Është saktë kjo? Janë 3 vepra penale, është mbajtje në pronësinë kontroll të armës, edhe kanosin ndaj zyrtarit ose qendrës për punë sociale, pra janë 3 vepra penale. Po, mirë, avokat, ju falenderojmë shumë edhe juve për këto informacione dhe për lidhjen sot. Gjithë mirë, faleminderit. Faleminderit shumë.